por sot më duhet të them me kësharit madhe, se këtë kuvend as nuk e ndjej, e as nuk e shoh si fest, dhe të mbeteni të sigurt se as antarësia jonë e lënduar për ndryshe shumë, as nuk e sheh e as nuk e ndjen të tillë. Sepse për herë të parë në historinë tonë 37 vjeçare, nuk po mlidhemi për të zgjedhur, po mlidhemi për të rrëzuar. Për këtë është mbledhur LDK-sat, për të rrëzuar. Dhe pavarësisht rezultatit përfundimtar, që kjo ditë e sotme do ta nxjerrë, një gjë na mbetet e sigurt, se në historinë politike të LDK-s, 30 korriku do të mbetet si dita ku rrëzimi i kryetarit të partisë ishte motiv i mbledhjes sonë. Por kur rrëzimi është qëllimi i shtëpisë së lirisë, pavarësisë e demokracisë, kur në rrëzim e rreth rrëzimit provohet reduktohet kjo shtëpi, atëherë LDK as nuk del më e fortë, as nuk del më organizuar, e më besoni as nuk del më e bashkuar.